Sara Mila, kandidatja 29 vjeçare e Partisë Socialiste në qarkun e Elbasanit, rezultoi më e votuara mes të gjithë socialistëve në listat e hapura në Elbasan dhe për këtë arsye, emri i saj për disa ditësh është kthyer në një temë debatesh dhe akuzash, si i sponsorizuar nga krimi. Sot Sara Mila ka reaguar në rrjetet sociale ndaj analistit Andi Bushati, i cili e cilësonte si një buallic. Ky i fundit i ftuar mbrëm në emisionin të paekspozuarit, shpërtheu me fjalor të rëndë ndaj Sara Milës. Sa minuta shpenzuan për Joridën? Ju duket normale të flasim për Joridën dhe të mos flasim për Sara Milan? Këto janë zgjedhjet e vërteta të këtij vendi. Një buallic mori 2 fishin e votave të Joridës në një vend që ka çerekun e votave të Tiranës. Realitet me buallica, unë nuk kap dot, tha ndër të tjera Andi Bushati. Ndaj këtij sulmi ka reaguar sot deputetja e ardhshme socialiste, që e cilëson Bushatin si dhunues të vajzave që hynë në politik. Në strofullën e tij të përnaçme, ai lëshon helm të përzier me furstrime personale që asaj vetë si kupton nga i vijnë, i fsheh pas arrogancës së një pseudo-intelektuali që kërkon vëmendjen që s'e ka pasur kurrë. Sot për fat të keq e fitoi, kjo sepse preku diçka që është më e madhe se unë. Merakun tim për vajzat që guxojnë të hyjnë në politik. Unë e kam pyetur veten dhe e kam siguruar që përkundrejt asaj çka unë jam, s'ka and që më intimidon. Por pyetja më e madhe është, deri kur duhet të jetë kështu? Edhe sa kohë vajzat duhet të përtypin baltën që hedhin andat? Edhe sa studio duhet i zhveshin nga dinjiteti për t'i bërë virale në këtë mënyrë? Edhe sa adoleshentët duhet të vrasin veten për shkak të këtij bullizimi të institucionalizuar? Thekson Sara Mila në reagim. Reagimi i plot. Pas 10 ditësh ku portale dhe studio televizive kanë hedhur balt pa kriter mbi mua, familjen dhe gjithçka që përfaqësoj, njëri prej tyre kaloi vijën e kuqe, ashtu siç e prisja. Jo vijën e baltës së zakonshme, por ato akuza të vjetra të humbësve, që as e lodh veten, por këtë herë ndodhi ajo që druhesha më shumë, një linçim publik, jo politik, por personal, si vajzë, si bashkëshorte dhe si nën. Ky dhunues publik ka emër Andi Bushati. Në strofullën e tij të përnaçme ai lëshon helm të përzier me furstrime personale që asaj vetë si kupton nga vijnë, i fsheh pas arrogancës së një pseudo-intelektuali që kërkon vëmendjen që s'e ka pasur kurrë. Sot për fat të keq e fitoi, kjo sepse pregu diçka që është më e madhe se unë. Merakun tim për vajzat që guxojnë të hyjnë në politik. Unë e kam pyetur veten dhe e kam siguruar që përkundrejt asaj çka unë jam, s'ka and që më intimidon. Por pyetja më e madhe është, deri kur duhet të jetë kështu? Edhe sa kohë vajzat duhet të përtypin baltën që hedhin andat? Edhe sa studiot duhet i zhveshin nga dinjiteti për t'i bërë virale në këtë mënyrë? Edhe sa adoleshentët duhet të vrasin veten për shkak të këtij bullizimi të institucionalizuar? Edhe sa ëndra vajzash duhet të mbyllen në heshtje që të mos bëhen objekt krahasimi, vlerësimi, talljeje, turpi? Unë e kam zgjedhur pse jam në politik, jo për t'u marrë me andat, por për t'i dhënë fund andave. Për vajzat që sot më ndjekin dhe e di që jeni shumë, dua t'ju them, mos lejoni asnjë and t'ju fik shkëlqimin, asnjë të ul ritmin, asnjë të bëjë të ndjeni më pak se ç'jeni, asnjë të guxoj t'ju trajtoj si turp, si objekt, si pako krahasimi. Për vajzat me të cilat nesër do ndaj parlamentin, majtas apo djathtas, e kam një thirrje. Kjo është gjuhë urrejtjeje. Ky bullizim mediatik duhet të marrë fund. Fjalët që shkatërrojnë nuk mund të quhen më mendim. Ligji duhet t'i ndalojë, jo vetëm morali. Dhe ligjin qytetarët na e kanë besuar ta bëjmë ne. Për vajzën time, kur të rritesh dhe të lexosh këto gjurmë të helmit që mbeten në internet, dua ta dish, mami s'heshti, mami nuk u tremb dhe nuk u përkul. Kur të vi koha jote, di që andat të jenë vetëm hije së shkuarës, njerëz pa ndikim, pa ideal, pa busull. Unë jam vajzë, jam 29 vjeçe dhe jam në politik për të dëshmuar që lufta për dinjitet bëhet me dinjitet. Dhe meqense si burr nuk zgjidhi njëri gjë, këtë punë do ta bëj unë si grua, dhe ju e dini ç'bëhet, po ju fut një grua një pune. Dhe ti ande di mirë, prandaj ke frikë nga buallica.